nuk do të kenë peshën, sepse agenda që do t'i vije Kosovës, agenda me cilën ballafaqohet Kosovës, nuk po i mjafton as BE-s me gjithë këtë institucione, e lejmë t'i mjaftoj Kosovës. Do duhet një agent shumë proaktive e bashkërëndimit, bashkëveprimit, që dukesh serioz në agendën tënde të shtetëndërtimit, avancimit të shtetëndërtimit dhe në organizata ndërkombëtare. Sa më shumë organizata ndërkombëtare futesh këtë kohë, sa më shpejt merr statusin e kandidatit, do të ketë më pak hapësirë për akter të ndryshëm për të intervenuar në agendën e procesit të shtetëndërtimit. Po thumë, ma mire, ma shpejt mim bo pjesë institucioneve evropiane, se për ndryshë vinë dilerat këto dhe ambicjet e biznismenve të caktume dhe të ndonë teritorin që shdonë. Cili është rreziku më i madh që sot do me pasë i kanosët Kosovës në këto zhvillime geopolitike? Status quo dhe hapja e çështjeve të kufijit. Absolutisht. Këto janë hapë kufit Ukrajinës, Gjorgjisë, Estonia po kërcënohet, po thot po kufiti kam rrezik, antare NATO-s, antare BE-s, dhe Moldavisë, këtë e kitë hapur, është kontesti hapur, i cilën e ke të rrezikuar dhe që duhet, po ka hapësirë për ta minimizuar. Për ta minimizuar hapësirën, për ta zvogëluar hapësirën për ndikim të tjerë. Ka shumë hapësirë, ka shumë mundësi, nëse elitat politike marrin veprime të shpejta, nëse formimi i qeverisë nuk vonohet, nëse kemi ministër të mirë të jashtëm, apo ministre, nëse kemi politikë të jashtme, nëse kemi investim të madh në politikën e jashtme, nëse kemi implementim të marrëveshje aranxhime për të futur në Këshillin e Evropës, e kështu me radhë. Nëse s'ka, flasim për nivelin e ma vonë, për nivelin e konsekuencave, dameve, çfarë do të ndodhë. Ma 16 ditë, për shkak zhvillimeve geopolitike s'kan me ndodhë, s'kan me pas pesh kur zë votat? Jo, s'kan me pas pesh. Sot s'kan pesh. S'kan me pas pesh. S'patën pesh... S'ka parashe pas 16 ditë? S'patën pesh as në Gjermani. A patën pesh? U desh me bu bashk, mi thy gjitha parimet, edhe socialdemokratët, me miratu 400 miliard në armatim, socialdemokratët, me një farforme me dhunu votën e djathizve, se të ishin dhe me konsekuenca që ndoshta edhe mund t'i vënë favore asaj ati subjekti. Kështu që rezultati zgjedhor është vetëm për përshpejtu formimin e institucioneve sa më shpejt, natyrisht duke respektu rezultatin, duke respektu fituesin me gjithë parametrat, duke respektu mandatarin, duke respektu procedurat e kështu me radhë. A duhet jetë Kosova e kujdesshme qysh ka mësuar Trumpit? Ju the, prej masivit deri me tani kena për herë të parë elitën më të shkolluar të jenë ma egoiste. A duhet me pas kujdes se cili është rreziku më i madh? Konflikte personale asesi. Hyrje personale, konflikte personale, asesi, sepse e marrin shumë në seriozisht. Do thot, konflikte personale s'po gëzon të hy as Macron, as Merz, e as nëse po... Tha ndimës presidenti, tha ndryshë ta pjetojnë Zelenski, ta mas shpinë, tha përna vijë përna dojnë diska neve tjetër. Nuk duhet, asesi, Kosova duhet të krijojë një politikë shumë kujdesshme, të matshme, me gjuhë bashkëpunuese, pavarësisht presioneve çfarë vijnë. Pavarësisht presioneve çfarë vijnë. Duke mundu ta me menaxhu agendën dhe nxjerr më të mirën e këtyre proceseve çfarë. Sepse gjithë Evropa, përfshi edhe Ballkanin, vetëm është kolateral i një agende të çoroditur amerikane, gjithë urojmë që nuk do zgjas shumë. A ka rrezik për mundësinë një konflikti, të ditë gjithë këtë politikën, kaluar në Serbia, jo vetëm këto, po edhe masakrat kur i ka bë, edhe në kohën e Bosnës, edhe në kohën e Kosovës, i kanë prit ditë të pushimit, fund vitit Krishtlindjeve, kur administrata evropiane, amerikane kanë qenë në pushim dhe kanë marrë masa. Të e pas gjithë këtë situatë, a ka rrezik për mundësinë e një konflikti nga Aleksandar Vučić, nëse shkojmë edhe shihet, ju thatë që përcaktimi kufive të Kosovës ka më varë prej përcaktimit kufive të Ukrajinës.
A ka rrezik për Ja, nuk e besoj që ka rrezik. një konflikt? Për nuk